Përshëndetje ketëve, vina apet me një epizod tjetër të podcastit Fear and Greed i cili është powered by Cryptolvanian. Sot me mu e kam një njeri interesant, kisha mujt me thonë, edhe kem këgja një shoqnit përbasht edhe një të kalumet përbasht edhe pse jo direkt. Çlirimi sot me neve, një entuziast crypto, blockchain, këgja mirë understanding për qysh funksionon space edhe kompletan. Mirë se ka orë, faleminderit shumë viteje. Faleminderit mas pari që më keni thirrë në podcast. Qështë paka shumë një kripto entuziast. Jam në industri pej 2017-ës. Paka shumë e kom ndru kuptimin narrativa në kripto për shkak që për me kon hap me kon. Qa të ka flejt deri që tash? Do më thonë, më kalzohet që pej 2016-17 po pej 2017-ës këgja shumë do narrativa ka ndru dhe këgja do narrativa që këna menu që qaja ka me koni e armja e kryptës e blockchainit. Qa o konë aj journey-ët që të ka flejt mas shumë të desha? Qa moj men këto 2017 në fillimet e para atere, patëm një për Bitcoin edhe ma herët, për realisht nuk ka që këshëm bleje. Kur startoj miningu i Ethit sidomos, pa tani për Ethereumin pe shokëve me, po në atë kohë ishte këgja ma vështirë me blej ose qasja, po mas nej, qka më ka duk, fillim, ideja kryesore u konë, kërë e diskuteshëm, më konë që Bitcoini ka me zëvëncu sistemin monetar të njerëzve, por realisht, mujna me po me kalimin e kohës, kësi ide paka shumë ka vdek. Tash qa dominon mas shumë të narrativën kripto e din që janë stable coins, dhe mund gjithdo kompani e mund që më është i ka syt andej. Shumë pak e shumë Bitcoini si sistem monetar. Realisht vetëm që kanë mejtë qëtë industri që prapë vazhdo me po, mjën këta do BTC Maxit, po Laser Eyes. Ideja që njeri nuk është, e din edhe vetë për sa kime shumë e përdojt Bitcoinin për e blej sa në një reale. Po qka ka ndru narrativi Bitcoinit, për shembull është ai ori digital, që më duket që narrativa që flet më së miri Bitcoinit është ajo. Ta mon store of value. E vërtet, për shkak që është i thjesht, edhe pse mendoj që ka pasur suksese më të madh deshtash për dallim për Ethit, që unë personalisht jam edhe boll kështu në përgjithësi, është që narrativa më e thjesht, edhe gara më e lehtë. Për shembull Ethi garon me shumë blockchaina, po sa ori digital i ki në kripto metalisht. Po veç Bitcoin metalisht. E diskutu pak më herët edhe për modelin, security budgetin e Bitcoinit, po është e tem pak më e gjonë, tem tjetë ashtë nuk di, a mëna me statu më njerë. Jo, po, qaja, se po më lëqenë tamam kështu perspektivat që ki në zhvillim se infrastrukturës, po edhe të protokollëve që në të bo deri shtash. Tamam është legjit që koncepti, one e përmenëm vile shumë me ekipë edhe në për epizoda sane, që Bitcoini e ka spark atë brainin për me anis me bo një bot decentralizume. Në është ta jo që ka me pas tamon një actual use case për me blej, për me bo pagesa që nuk është ma as on the books, bashkë qyshte, po një store of value është këgja sani mirë që u këthy si një asset of store of value, dhe më thonë, është shumë interesant. Edhe për Ethereum, se unë e di që mas shumë të që në kriju degena, mas shumë të që në kriju njerë që kam pas aktivitet blockchain u ka në Ethereumi. Edhe tash shkakoj e Ethereumit ka pas shumë edhe shumë njerës që janë on board edhe në krypto edhe në blockchain. Qa u kanë që kë evolucioni që ka ndodhë me Ethereum në blockchain? Se u kanë kësha një farë evolucioni për Bitcoin? Ditë që tash, do në pesau për cilë dhe krypto, seni që halo mas shumë dhe më impresionon, në pravë është me ne që është DeFi. Exactly. Sa do që ka narrativa që dalin ko pas kohë, marrin një spotlight për një kohë caktume, po në që gola finale prapë në që është DeFi. Jena kun token 2014, edhe më naro me po një ken të fol stani i Avës, adjali Athenës edhe Jeffy Hyperliquidit. Se më ken 3 giga brains njeri që fol shumë për DeFi. Dhe tash kur përdor produkte, edhe pse nuk ka që përdori Avën për arsye tjera jashta kriptos që nuk kanë të bëjnë me kripton. Ave e këshyra diri statistikë, diqë tash i pat për 2020 deri në 2025 3 trilion loans, 3 trilion dolar. Dhe më thonë, Adit e Cekistani tha që është banka 26 në botë i shko bankë. E pyti ITV tha cili është konkurrent të jëtë, për që tha që janë bankat. Të më nëse Ngulli i Aves, për shemblë, me konë top banka, top 3, parë nësë so big mund me konë Ave. Exactly. E Ethi, për thonë, përveç
mas ne ikun edhe NFT-a që falem pak më herët. Për shembull forma aty në qoftë që mund me ndru, fillim edhe ai far rani 2021 se kanë nuk e dia ka më orë në erë qasin. Së besoj. Po edin një sa janë kun dhest. Exact. Edhe ka plu sene të reja edhe më për të parë në space. Tash, ka garë mes blockchain-ën, besoj që ka. Tash, pa marrë parasysh që unë jam edhe bull, këna mund e pas Solana ka dominu që të farë cyclin e fundit, sidomos në meme coins. Exactly. Tash, e këna diskutu edhe me Sedatin, kështu me mesazhe për edhe, kërë kështu e podcast e ju, nëri i diskutesha me të. Për shembull, scalability në edh, ka lagerati e thim. Po në kundërt, mbasë një pak deluzional, po thëmë tash shak edhe besoj ma shumë në edh, në kundërt, nuk më nejtë që është kjo sprint po maraton. Exactly. E ka pas një post kjo Justin Drake e Throne Foundation, se më në gold dhe 2031, ose edhe ma nejtë, tash një asojnë, 2031 i bjen edhe 6-7 vjetë, po ideja, po folëm për një network që dikon 500 bilion. Exactly. Edhe nuk më nejtë që duhet më ngut senet, Qaja. ishë me tentu me kop diçka të shpejt. Qaja. Për shembull me ston vdekje, se realisht nuk dia vdesje me kojnë, po me çfarë cool oven e tënë. Kena po edhe në sol pak a shumë nuk ka çaj price action që u kon gjatë kohës Exactly. me kojnave. Pse menon që Ethereum të stagnu në upgrade-a, në scalability, në krejt të sane? Një pisane që menoj mas vështirë në kripto nështë të marrit është decentralizimi. Nështë të ka njerë nuk ka që të vlerësum mas shumë të momentalisht. Bile bash dje, i kështu isha mërtin kë i Heliusit, kë developeri ka kë... Ka që ka pak mi ngusta edhe guys, po që ke esenca, folqim për validatorët. Tash, ethi ka dikon 1 milion validatorë, rrëth 1 milion, tash, sahin sa dalin, është të rëti që aty t'i ka. Solana i pa dikon rrëth 1.000, po për me qenë kështu realist, ideja që ethi gjdo validator Solana ke node, e neth nuk është gjdo validator node. Unë e ku bo se ta validator edhe për njerës, edhe është ideja gjithmonë ku përdor cloud. Po është ideja të soja unë imon decentralizimin nëse bon në cloud. E peqat, po që ka mujta me pas statistika dikun kënë nodes në edhe dikun një 12-15.000, prapë që i beke një 10.000 nodes ma shumë se so 10 herë ma shumë nodes se Solana dhe me thëmë. E që këtë decentralizimi nuk menoj që është sen letë e arreqëm, tash a ka me dojnë blockchain atë shpejt kanë me dojnë. Bilet sot pak para se marë këtu, dujl me ga ethi. Po menoj tokeni të në bu allocate. E të lizu për me ga ethin, shumë i ka 100.000 transakcione për sekund. 0.1 milisekunde pa blokën do. Ideja tash ka me pos blockchain e shpejt, po a ka me pos që ka decentralizum, nuk e di. Qaj është? Mas një është edhe ajo software klienti, ethi ka disa software klienta, Solana e ka ne. Ethi ka për shembull edhe në execution, edhe në ka pass nëse nuk ka bëj, Solana e ka vesh një. Për shembull edhe Bitcoin e ka vesh Bitcoin Core-in. Po, vesh një, po. Jo sene që tash në di se kërë price action i keq, kjo kërkujt si interesant. Bash, exactly. Tash kërë i këshyri se më këta Tom Lin, Josefi në këta, thuj s'ka mona i settlement layer i kejt financat. Në pas edhe nuk ka me konë, nuk e di këta, po tash a i ka fundamentalit i ka. Po përdojmë, po këtash gjithmonë njës të këshyrin, price action të banë edhe me njës... Qa menon, a o kanë vendimi mirë që kanë bo për proof of work në proof of stake Ethereumin? Për scalability edhe për maratonën që në të e një? Qëre... Edhe për decentralizimin, që për synojnë? Unë adipsem, unë ma shumë jem për proof of stake, se sa për proof of work, po, thash, fillimisht me bo rani edhe validator, do një kompjuter relativisht mirë. Exactly. Edhe njëri teknike, tash, sa teknike nuk e di sa do të një pas, po, tash, personalisht vetë, këmë shku me cloud, për shak zjedhe ma të leta. Po pra, po këtina të Justin Drake, ka pas një postim kër folë për zero knowledge proof. Edhe ideja ti është me shëndru ethin një zero knowledge layer 1. Pse e thot me bu këto, për shkak që momentalisht kushton shumë me bu validat, kushton shumë. Po, ka resources që do të më allocate. Edhe njerë që mund të shkoj me këllot. Ideja ti finali, po long term, nuk o të shka që është për vitin e arshëm. Në është ideja, me mujt njerëz me bu stake ethin në pajisje jashtë, ai folë për Raspberry Pi që ka më thotë $30, ose në telefona, gjë që realisht ka minimu këgja shumë decentralizimi. Nëse që ka më kon decentralizimi i vërtet që njerëzit e dojnë. Edhe pse pra vazhdoj menu që jetë është blockchaini më decentralizum, zbashku me Bitcoini. Po Bitcoini ka si me thonë ato
ant pool, e ka Of disa course. përqend Po, që kontrollojnë njerëz entitete caktuara. e kjo temë, si më thonë, i ka edhe proof of work ka të mirat, po edhe proof of stake ka të mirat. Mas Po. ne që ka ndru, për shembull, e bona kjo është kjo ultrasound money që është, që mund është me shu sa jeta e shkon, çtash ekstra në market nëse shkon prap proof of work. Proof of I work. bëhet unë 13 milion jeta në market. Plus. Po, që me siguri çmimin e kështë dëmtu. Po hala veç ma kish shumë. pas edhe incentivizers për demand tokenit. Se kjo e ka, domethënë, për shembull, pse unë çtash mendoj, deri që tash, deri ka 2024 ta 3 ta najsen, proof of work u kon bajagi annoying. A vden, domethënë u kon shumë annoying. Po tash unë pse pe di se po dalë edhe pak jashtë blockchainit, po që connect me blockchain. Okay. Data centers edhe çish për shumë AI-n që tu zhvillu tash në ekstrem shumë, plot proof of work consensus, për shembull, na jena të ndërtu një layer nesh që tash incentiven, Okay. e kena proof of work consensus. Po e Okay. kena useful proof of work. Jo, për shembull, based on your hash rate only, po also Okay. on the contribution score që ti e ki edhe loyalty score që ti e ki në network. Çaj vjen kjo, për shembull, nëse ti rewardesh edhe bën providing hash rate për me mine blocks ose me sol një block ose diçka, Okay. ti të njëjtën kohë me marr rewardin, po mundesh edhe me multiply it by utilizing it në për ekosistem. Right? Edhe që kjo po mundet me ndodh, nashta ke po konceptin e Ethereum Foundation për Advanced Account Abstraction që janë që kanë dashur me implement në Pekra Upgrade, që tash që e bënën ose që janë të dashur me zhvillu. Na e kena menaxhu me build native link protocol. Domethënë native account abstraction ku po mundson që kjo useful proof of work me kon valid. Domethënë me ta track aktivitetin të çave bën nëpër ekosistem, si miner që je, edhe në njëjtën kohë me allocate chat allocation që ti e ke nëpër ekosistem. Tash është tjetra më e bukur, pse unë po mendoj që proof of work jo më e siksa si Bitcoin, Okay. po me GPU ja ose TPU në future që unë po besoj që ka me nxon kogja shumë vend, mundet më kanë useful se edhe nëse s'është profitable, për shembull, unë po foli për profitable stuff, domethënë, Okay. edhe nëse s'është profitable, njëjtja hash rate mundet më allocate për compute power. Edhe me ja për shembull me rent out your compute power që ti pe gjeneron prej Riga 2. Domethënë, tash pse që kjo është e mirë në kombinim. Proof of work e dina që është decentralizim, pure decentralizim, Okay. edhe security as well. Domethënë i ka dy atë me nivel. Po lacking i proof of work, edhe tash bile që po diskutohet për Bitcoinin që mas dë kohë nuk ka me kanë qash profitable, domethënë nuk kanë me pas urge njerëzit me mine në sene, tash lacking është shkaku i profitit, edhe sa po mënën këta me nxjerr vetën, jo shkaku që nuk po lun rol në decentralizim. Sakt. Apo kupton? Këtu pajtoj. E tash që kjo zgjidhja, shkaku i profitit, se jam kërgja deep down që tash në Okay. compute power, data center, tokenizing, domethënë data center dhe compute power. Tash që kjo profitit që ka mungu edhe që mungon për me arrit që sigurin mënyrë decentralizume, është të zëvendësu me compute power. Domethënë, mundesh me bë pesçuna dual mining. Okay, Domethënë, ja. Okay, kjo logjik po. Ideja klasike që kanë thrumë në fillim, Po. thash, unë fillimisht vola vesh për shkak të ndikimin e pas në price action të asetit. Exact. Unë ku çfarë doshta me të pyet, fal. A menon që kjo mundet me shift narrativen e konsensusit proof of work në ekosistem? Qëre nëse dual mining base ka me ndru idenë fillesore, se idenë që ka qenë fillim me ndodha, po se mirë që cekë edhe për Bitcoin mining, Po. para se marrë këto në emision një këshyra statistikët, momentalisht block reward i ka dikon 3.125 Po. Bitcoin për block, që i ka dikon gjdo 10 minuta një blok i Bitcoin, i dikon rreth 45 milion $, reward ditor. Po ideja ta është me prodhu një Bitcoin, në qasë kushton. Ta so kushton nga në vardë për venit ku bëhet mine, për rrymës, po nëse mesatarisht, po thojmë është dikon të $70,000 për Bitcoin, në shëdim gjdo halving bjen rewardi për gjysë. Po. Edhe e lërë dikon mas gati 10 vjetëve, i bike me ra rewardi në 0.39 BTC për blok. Po. Në rast që Bitcoini deri çatëherë nuk është dikon $700,000, po folëm nëse kostoja e miningit ka me vazhdu me kone njëta tash gjocële nuk i di asun, se mbase hin lojës me energjia solare, ose bje kosto, ose mbase të hyp nuk kam ide këtu. Exact. Ka me kon, s'ke me pas arsyetje me bo mine BTC. Përveç nëse si të mund është qatë farë fuqie me përdor dika tjetër, si dual mining. Po tash,
ASIC-at s'mundën më përdor për compute power. E tash ideja e Bitcoin për sta o pak problem na fat got, ose kjo është tash me siguri ka bën ai fork, ai zgjidhje ose diçka të tillë. Po. Na është ai familjen me TPUs, që Google është një koncept i Google që ka kriju për compute power për modelet e vet. Ashtu është bile partia bën announce që janë me një mision për me çu TPUs edhe panela solar në hapësirë për me maximize sunlight edhe electric power, domethënë. Po përdo si energji, domethënë. Si energji, po. E këto janë ASIC-at, si më thon, të Google për me trajnu modelet e vetë. Domethënë, tash çan rumors on the space, po ka shumë rumors që Nvidia janë nis me produce një koncept TPUs as well. Domethënë që ka koston shumë atë lirë, po mundet më përdor edhe për logjik që ishte njohur. Na mundet më përdor edhe për mining, domethënë Bitcoin, po edhe të njëjtën kohë me jap compute power ose me provide compute power për any data center që ju vjen ose për machine learning se çfarë di. Tash çka esenca e mining se në Bitcoin tash ishte atë edhe vet. Nëse vazhdon mining Bitcoin, automatikisht mas another halving demand-i veç po rrin të rrit. Domethënë se njerëzit po kanë demand me mine, po shohin që ka domethënë edhe është sustain për më mine, edhe çmimi ka logjik që mundet të rrit. Domethënë këto prediction bold prediction për shohim për njerëzve kanë sens. Po, pa të dhon. Kështu sidomos për Bitcoinin, tash të bazohen halvings, edhe një pjesë në tjera përveç halvings që shak çmimet që bëjnë prediction çmimet. Po. Kur edhe krahasojmë me market cap-in e goldit. Pra po një pjesë që ka sens. Exactly. Se realisht vazhdojmë me që Bitcoin është asat më mirë se goldi kuptimin me hold, me mojt. Shumë plotësime njerëz që me drejt mendoj. Edhe pse do në zemër tash është interesant si vitin e fundit që shkoi goldi e ka outperform Bitcoinin. Sa që nuk e kisha besuar me drejtën. Noshta jam çash out e nuk kam ide, po njerëz me siguri e ka vlerën historike kuptimin është sa një vlefshëm që nuk e di sa kohë. Ama e kanë masterized propagandën edhe për puna e minerale, është interesant. Po veç çka ka nisa interesant, unë vresha FOMO të njerëz që një në reale, shumë për të foli për njerëz familjar. Po ç'a. Në podcast e këshyri çdo rregullisht është ai Coinbiro ideali. Po Ryan Neuer. E pat nisa shumë interesant. E tha nisa ai ton Dubai atje dhe tha çka një festë indianëve, nuk kujtohet emri i çka festës. Tha ushit jashtëzakonisht shumë orë. Kuptimin e ka një vlerë, kuptimin historike që besojnë njerëz to. Tash a ka me mujt Bitcoinin erë me mbri këtë? Ka shumë kohë, Nuk e di, por realisht çka ka padyshim përparësi, ideja që ti mundesh mi majt një BTC, një wallet, ose thjesht e ma një si të frejst me në krytone, edhe më me shku me ta kudon. E a mundesh mi marë një ton ori dika? Nuk e di. Po tash edhe po ndodhe tokenizimi edhe e orit, a vëdin? Esakt. Që pe krijon, pe vjen edhe një injection of liquidity in space, a vëdin? Esakt. Edhe interesant. Me siguri i ke po këtë njerëz të prit në rend për me bli ori, kanë në Australi, më duket pa të dëvend të Azis. As një muj si ka që ndodhe, po. Ke një indikatorve që është spoku një local top se u vreke një famë shumë edhe njerëz. Plot përsimi që a nuk kanë ide që këta mujnë me bli një aset tokenizum goldin, më një blockchain, pa pas nevojë me dola aty me prit rend. Exactly. A kam që tash më një tim tjetër që më kalon është kjo real world assetet. Që unë edhe që kanë sens me ardhë në blockchain. Me se do të nga diskutu kështu layer 2-shat, e diskutu edhe me dy shokët e me diskutojnë a duhet ethi me scale si layer 1 apo si layer 2. Këna po arbitrumi, tash me gjas kami tokenizu asetet e veta në një layer 3 peshu përmes arbitrum orbiti që ka me ndërtu një qenë vetin kuadrë të arbitrumit, po që nuk ka me kun shumë, s'ka me kun realisht e centralizume paka shumë, po në kundërt, qajtë për layer 3 që ka me shku layer 2 në arbitrum, dhe në fund ka mu finalizu në layer 1, po ideja është njësë kër bujnë trading në real world asete, ka me posë që me kun shpejt, nuk e kanë me prit ose me pagu kostot nëllë. Tash, a kanë me kun ardhmja layer 2-shat, nuk e di, po a kanë sens kanë. Unë mëni që kanë sens, se nuk e di, fillimisht a mund të ethi mu scale dhe nivele që ka me pos
nëse blockchain shkon në nivele që pretendojnë njerëz që ka me shku, dyshoj që nai blockchain momentalisht ka me pas fuqinë, S'ka. edhe decentralizimin me përmbush kërkesat e njerëzve. Exactly. Për që ata menoj që pak a shumë ka me kon rruga layer me Po, layer dyshe. do të me kanë një way out, do të thonë një exit që dikush do të me bo për me scale që të whole thing. Tash na fol shumë edhe për se kjo është banal me përmend, po edhe gaming për shembull që i japën hype në ekstrem Po. shumë, pa kur far sensi, bro. Realisht, po, sash, mazi kanë rënë sinjut, ose O shush. u shujt narrativa, e vren që kom pak nonsens. Shumë ka nonsens. Shumë nonsens. Tash veç hen këtyre krejt layer nishat, krejt layer dyshat, whatever protocol që i kin space, asnjë nuk është capable për me maintain veç user base-in e Fortnite-it. Ja, okej. Do më thonë, apo këtën nuk kena infrastrukturë halja, mënu me debatu deri në mëngjes, për shembull, që me tulli far bullish on gaming on Web3, s'ka sens, bro. Do më thonë, nuk ka sens, nuk vjen kërkush, kur është, se bash gaming është adrenalin, bro. Vden, njerëzit t'ila adrenalin. Nuk vjen kërkush me t'apri transakcionin me të silë në sahat. Vden, do më thonë, nuk është taj far trend. Realisht, për me lujt një loj, pa më përqeva blockchain-a, kështu off-chain, do të me të pëlqy, edhe s'mu të adrenalin. Ideja që sa ka luja zhvillume në blockchain që unë personalisht s'kom gjetë në lojt cila mu ka lujt realisht. Ja. E tash kërë me ndonë, thëmë, se më të kalim në kohë se vrenë që konë shumë sa një hype pirat, a mundët ma zdo kohë mundët, realisht, besoj që mundët, nëse vjen infrastruktura deri në qasin nivele. Tu këshy pëthëm përsi upgrades së më të jethit, së të mos me zero knowledge proofs, për shak që transakcionet ka me konë, mëse pas nevoj çdo validator mi ran kit çdo transaksione, po veç atë proofin, se më naj golla finale, si pas gjastinit gjithmonë, me shku deri në teragas, layer 2 po të folë, jo për leni. Leni ishte deri në gigagas, që me konë 1000 transaksione për sekund, po prapë që ka me konë besoj për ekonomi të më të mëdha, që nuk ka mi vy shpejtësia instant, po layer 2 me shku deri në 10 milion transaksione për sekund. E ndoshta edhe pse nuk jem developer, nuk kam ide sa janë kërkesat, mos folë për që nuk e di. Basa që ka me kon, kur kena mujt mi po gaming on chain ose diçka tjetër. Ose mass adoption. Mass adoption, saktë. Për shembull Sonicon, a je familiar me Sonicon? E di që u buri brand, po tash realisht nuk jam se aimi Sonicut është me pas për shembull me kon fastest layernish network, domethënë në blockchain. Edhe ona apet nuk e shoh pse çato, apo pse me shku deri në çat nivel, veç me kështu me bot shpejt, kur jetu lek në për shumë sene. Domethënë ti na qysh na ka mësu e doshrion Satoshi pe fillimet, neve na ka mësu që një network do të mu build me contribution pe secili entitet. Pe atyne që ndërtojnë të, pe atyne që contributin, pe atyne që bojnë mining, pe atyne që, domethënë, usage, networku do të më rrit pe usage që ndodh për njerëzve që do të më përdor ato. Njëtën kohë, për shembull, shumica e projekte, pse mu më pëlqen Bitcoin si koncept për këtë krypto të tjera, është fixed supply, domethënë është koncepti edhe një pe kauzav që e ka pru Bitcoinin deri në çdi, domethënë fixed supply, no inflation edhe rrin çaty, domethënë mirë keq. Okej, vish, a nuk e menon në herë që ky fixed supply mund me konë çajo që mos them që e myt, se nuk po folën për një aset që është 1 trilion, po ideja prapë për lidhje me rewardet për bloka, nëse supply është i limituar, dhe tan kohës ka mëna rewardet për bloka, a nuk mendon që kjo mund me kon edhe catch për Bitcoin networkin për shkak që prapë folin nëse i bjen hash rate i minerave. E dim që hash rate e maçat sigurinë e blockchainit. Nëse bjen hash rate, a nuk mendon që mund me kon malet në bu 51% atakon Bitcoin masë nëse i shqymin miner për shkak të mungesës së rewardave. E di një ideve kon me pas një emission, nëse ka bëj komponera, i quhet tail emission, mja vendos edhe Bitcoinit, për shkak që me pas një arsye me vazhdu me bo mine. Tash pa hi në lojë se më dual mining ose upgrade si mund i bëj ata. Që tash janë në table. Ma moti se ko nuk e se, po them, unë pak a shumë kam mendimet ndikume pej njerëzve që lexoj. Tash çe mendim origjinale të mia, për me konë kështu i drejtë sinqert. Po, miksume pej different opinions. Edhe zakonisht lexoj tash pak a shumë një lexon çado që besa, në? Mi më thashëm edhe boll, pak a shumë lexoj, po si ma shumë tell guys, edhe tash nuk janë se vedhon
termi më të mira me Bitcoinin, po është ideja që tash është absurde me shopion se e ka nisë që të narrativ. Po që ky fixed supply për afat gat nuk e di a ka me funksionu. Po që debat e kam edhe me shopion tash cilë tip edhe një. Po. E kostan që edhe ka me funksionu për shembull energjia me konë tepër e lirë, ka me konë kostoja miningu ndoshta edhe shumë më e lirë, njerëz kanë vazhdu me bë miningun. Kjo veç është janë hamendësime të cilët nëse Bitcoini pozicionohet si store of value. Domethënë, edhe në për governments, në për institucione, në për për shembull MicroStrategy që është e built nëse pozicionohen në çit mënyrë si store of value, ona pet besoj që ka me pas demand për me mine Bitcoin, edhe demandi automatikisht kur nuk ki supply që bazë demandit që është, çmimi shkon të rrit. Nëse çish e folëm më herët, nëse për shembull nuk bëhet tash reward një Bitcoin, pezojmë, kanë më bë 100 satoshis. Pezojmë. Apo kupton? Edhe domethënë mundet mu breakdown, po e vetmja unë pse edhe shumë jam dakord me ty që mundet me kanë problem me një rast. Nëse nuk pozicionohet Bitcoini si store of value, edhe asset për treasuries, institucione, governments, çish është u liç tash. Apo kupton? Domethënë me pas çat instant. Tash pse njerëzit bojnë famën gold? Çka është esenca e goldit? Pse ja ka nisë për fillimit? U kanë rare me find, rare me mine, domethënë edhe ka spekulime shumë të mëdha që pas 2 viteve nuk ka me pas more resources, e nuk kanë me mujt njerëzit me shku deri në bërthom tokës, pezojmë, për me anis me mine gold. Domethënë edhe rritet demandi me një spekulim që supply është limited. Apo kupton? Fakt me narrativa vetëm me një Bitcoinit është ç'kjo, po. Tingëllon e thjesht, po fakt është sa një më mirë që ka Bitcoin. Exactly. Gjatë që s'ka arrit me pas ethi ose në blockchain tjetër. Domethënë është sa më thjesht, fakt ç'është më e mirë. Çaja. Folëm pak më herët, më kujtohet në 2023-ën, ku një hype jashtëzakonshëm për ordinalat. Shumë. Edhe mas nej, fillim s'kishim ide që janë ordinalat. Po thash, një shok jam më mesëm se unë na ka po tregu për ordinala. Çaj shoku jot ma ka set up first node Bitcoin për ordinala. Njëjtë san edhe mua. Edhe duhet patëm mint. Po. E jon këse në inscribe. Bitcoin inscribe, atë më duket inscribe dallësh. Mirë që kena inscribe Bitcoin apes. Unë do këse apes që në thjesht edhe mas një Bitcoin ponka të sa. Po ideja që ti më me pas një ordinal, një NFT në Bitcoin, mu pa do këgja interesant. Edhe mu. Se ideja të mund ishke si me thonë ai mother chain e Bitcoini, edhe ti më ishe me pas një, edhe unë halo vazhdoj menu që ordinalët kanë sens në Bitcoin. Unë menu që kanë sens. Exactly. Edhe pse tash do mënë qimit jenë gati mas poshtë kur po folëm që tash, edhe kur bi qmimet, njerëz i duke është budal, që e të folë diçka që i njëti sa kam i përqë njerëz kur të rritët qmimi. Po në kundër që ako mujtë me vrejt, për shembull është ai Luke, ai tipi, një për developerët partë, Bitcoin ekstrem, kënë ai thotë është spam i network. E që më kujtojt në atë ku, miner fees pa të njëpë jashtë zakonisht shumë, edhe e pa ta menu që është një pjesenët që mundët mi reward minerët mas nej. Po ku pak që të shenë po këta Bitcoin developerët një pjesë e madhe jukon kundër. Shumë kundër me ne. E mas nej, kujtojt ai developeri arrova emni që ka bo Runes, po pjaraj. Rodamori, po emni s'u kujtojt shumë. Edhe pjaraj. Edhe është të bif me krejt, dhe më thonë, ka mosme. Po, startoj, fillim, pat një varhojbi këqat mirë. Po mas nej nuk pat jetë gjatësi të madhe, se që akun një zakonisht e keqe në Bitcoin ekosistem, më kujtojt të kun eksperienca me trade. Shumë më njëri kun jashtë zakonisht e komplikume. I di kër i kun BRC 20, me që shumë ordin, unë si të keni parë kujtojt, me ta thurë pej adres të adres tonë, u dosh me inscribe fillimisht, mas një me dërgun. Atë ku ishe fite në alta, kështë ke parë, paka shumë. Edhe ideja nuk e mujt me trade. Ose dosh me bu, kësi trade-offa off-chain me trade, nuk u kun eksperienca kun... Eksperienca zero. Ja, nesëm pa, ku më nun me do extensions valeta, me do Avdin Unified Bridges, se anë, po apet eksperienca nuk u kun qa që mirë për mu adaptu ndegjen, se ç'është e keqe narrativ, se këgja jam fokus edhe building narratives edhe marketing, do më thonë, në Web3 e sana, e keqe është që spam attention është në ekstrem i vogël, i shkurt. Edhe spam attention dole krejt veç nëse
One e qes një storje të suksesit që i kum bo një bitcoin për diçkon. Edhe nuk e këqyrin, dhe më thonë që e këqyr ti, ose që e këqyrin 1% i space-it që oferojnë. Krypto nuk e këqyrin qëfar benefits mundet me pas me network ku po operojnë edhe qa është long term beneficial për qëtësen. Që ata e kanë atribin që gjithë e kanë një short spam attention në këtë narrativa që kryon. Pe këtë narrativa, pe 2021-ës, unë po foli edhe për NFT. NFT-at si koncept, kontrata, I appreciate them 100%. Po, cost kontrata, bile nëse shkojmë në government adoption, edhe nëse dojna, për shkak nëse shohim që governments janë të dashme bo their own blockchain, their own stable, për shkak ose dojnë me shti në një për vizionet të mija që e kom kështë është delusional këgja shumë, është me pas administrator publike këtë me operum blockchain. Dhe më thonë, krejt sanet ownership, certifikata, pasaporta, sanet, me konë... Këtë kanë sens, dhe më thonë, nëse i validon me një NFT contract, edhe është validated on-chain, edhe është that's it. Tash, për këtë që ty në narrativa, unë besoj që Ordinals edhe Runes kanë pas mas shumë të sens për punën e zhvillimit, dhe më thonë, në Bitcoin edhe qamë në të minimu networkët masanej. Dhe më thonë, për qëtash është infrastruktura alëm. Po që ishte edhe ti, herën e parë kër kum inscribe, dhe më thonë, Ordinals, më kanë imu në ekstrem shumë, dose përva, edhe e kum pa që mënët me pas shumë se, edhe ju më kanë shumë vokal, edhe në Twitter edhe në të në anë, që Ordinals ka ma shumë se NFT-at, se on-chain, dhe më thonë, store, jo on-chain store value, po on-chain piece of history. Për shembull, në Bitcoin, une qitash nëse kësha mujt me blej, me një qmim që kish pas sens, një inscription, një blok ma OG Bitcoinit, e kësha mujt bitch because of it, avëden. Edhe ka sens. Paka shumë sikur kësi, kur njerës të marrin senet me vlerë që i ruin, veç për shkak që e kanë jenë të vjetra, ose... Exactly. Pse kanë post ordinal me një sens? Për shkak që, thash, ju kon inscribe në Bitcoin, edhe ideja ordinal mund nuk ka pengu eksperienca keqe në ordinal apo të foli në NFT-ja. Jo në BRC, se në BRC ideja është me traderat. Ti ki me marrë një coin, ki me shit. Është ideja të vynë eksperienca mirë. Në ordinal e kom pranu qatë idejnë nga dalshme, se ideja që ti e ki një ordinal, edhe ki me shit në i marketplace, Magic Eden, ose ku idejone. Edhe paka shumë, pse vanon që ajo vartë dhe një blok nuk unë shumë problem për drisa u konë i konfirmum transaksioni për Magic Edenit. Po, si që thete, narrativet jashtë zakonisht shpejt e ka shumë sfam. Për shone, e që më kujtojt, kur dolin në Runes, fillem pat hype, shembull Dog to the Moon. Në kitë Airtrap e kom pasur që komplet. Bile ma si ai gare ma të shokën, ajo kon këndër Runes, një kon pro, por realisht e ka pasur mirë, ajo nëse. Funditës price action fol ma shumë se fundita ajo është një meme coin, nuk ka një farë vlerë reale. Shumë na më jam diskutuar për Ether me ndërra çmimi ka rënë fakt sub 1000, po prap ka pas me vazhdu, ka pas vlerë, edhe pse kosh $1.000. Bash. Meme so pak a shumë me kontra, momenti që i bie çmimi, a ke mendoj që s'ka vlerë se çaj token. Edhe veç dek. Em kujtohet pa të bëu bridge në Solana. Çto pa ta kuptuar që shpak ç'kë nuk është eksperjenca mirë user. Pse është arsyeja pse ka kalu në Rus në Solana për shkak të eksperiencës jo të mirë të tradingut. Edhe pak a shumë në Runes kanë dek, po. Ja, edhe dyqysh edhe pe fillimit u kanë shumë skeptik si narrativ, edhe kur ka pas hype, ka pas shumë skepticizm si narrativ, edhe nuk e ka pas qatë hype-in që kanë pas Ordinals. Për shembull edhe BRC20, dhe më thonë të ke. Një që ka kanë problemi maj madhe në BRC20 që e majnë men, u kanë që gjithë nuk e mujt me sell off, me një pool për shembull, nuk ka pas pool aty jume, po gjithë u duv dikush marrë me ta blej se NFT-a. Eksakt, masi fillë ka undercoti i qatu në orders, pëthom, eksperienca së konë as pak po që kam kujtut në BRC 20, edhi socia dhe ordin kënë parët, ordin nuk e këna minë socin po, që kam kujtut kër ka list Binance. Po dhe në atë kohë me gjashë që konë, kuptimin, su konë marketi qaq i ndomë sa që tash. Edhe një listim Binance dhe konë, super big. E ka boost ekstrem shumë, do me thonë nuk më ishe besu sa shumë i ka bu. Që në Runes nuk dohë, edhi okej këse e pat listu, arsik ju konë i farë, një Runes tjetër, cila për fat keq dul, për mendem skam se e kanë delis në tërkun për që ka bo në që ka ekipa, dhe pse ka njep duke se
do hands, s'kam prodhu kur gjë Ja, realisht. Mas ne kom vrejt që listimet në top exchange-a, qatë shumë u bo normal. marketi, mo që edhe efekti të në janë nisim. Ja, s'po ka efekt, mo. Edhe qa është puna e listimit në exchange-a që exchange-a gjithë kam business model me ta dëm projektin. Apo kupton, u bo që tash, bile këgja shumë. Para 2 vjetë, për shembull, kur listoj këtë diçka në Binance, veç ta konfirmoj këtë që kjo është narrativa që ti do të me grind on. Po du me të vetë edhe për Ethereum, do më thonë, a je familiar me ERC-404s? Kom po nuk kom lexu. As për 8004, as për 404, nuk është që kom lexu, kom po. Bile e posh ai një pej emra vokal në Ethereum ekosistem, ti kam me kun e ardhmja e agentave. Bile me siguri ke vënë po që të më stop narrativen. Që morën disa agenta, kanë Gemini, Groku... që po traktojnë me to. Po traktojnë on-chain, ama që ke shumë interesant që më habiti me të regu drejt, e dominon. Fakt, performu mas mirë ti, 2 modelet e jojtë kines, që ke pak e qëtishme, DeepSeek dhe Quena, që shumë... Quab. Nuk e di që shumë, edhe ke një i Alibaba Cloud që kështë bu, shumë $50,000 që startu unë, shku në 26.000. 26.000, 30.000 që atë dika. Përshak edhe market conditions qëron. Po qka keon, me në kjo ke një supermarketing për deksa njëri. Tash nuk di sa i familjar, mu ma ka ndru komplet menjen, qëllë 6 mujtë e vundë, normal me influencë prapë të thumë të shokët me deksat. Për shembull, hyperliquidi, lighteri, asteri, po unë momentalisht, mas nuk më tonë hyperliquidi. Ideja që ti mund është me trade on-chain, unë, për shumë, kur do që trade vish spot, kur një nuk bëj... Qaja, sove, edhe, për shumë, që më përqem mas shumë të, për shumë, në hyperliquid është spoti, u kon këgja interesant. Unë jemë kështë, gjithmonë ju ka përqy privacy si narrativ. Këtot në 2021, pa tani për tërqenin. Edhe ideja ma që ti mund është me swap një Bitcoin në Ethereum, ose dhe kondër ta, pa bo KYC, pa kur gjë më ka duk, këgja impresionus edhe ideja më ka duk, aso që ka gola kriptos realisht. Që ka gola, po që ka kun paket që kun fitja zë kërintonës, edhe ka funksionuar me pools. Edhe di më kun ekstrem bullish tërqenin. Ku vazhdo me kun, deri stash. Po eksperienca nuk ku ma mira për fat keq. E që kam ka bu shumë bullish bezo. Hyperliquidi është që ka kom doshtu me kun tërqeni. Me order books, për shembull, i pa 200.000 transaksione për sekund, tash është e desalizu me hyperliquidi. Ka pik pyetje. Ka pik pyetje. Por realisht, për shembull, Jeffy edhe ekipa ti, disa që ka të regu që janë super ekip edhe ka mbru super produkte. E s'pësen që jena këgja shumë bullish kështu si ekip e thëmë, unity njëri. Për shembull, ideja me trade spot në hyperliquid do kom për mu është ide fantastike. Bile, mënona kështë shokve që mirë ka pak me krypto, i thëmë, isure, trading në hyperliquid. Edhe pse nuk kom përvojt mirë me surimin e exchange, për to 2022-ën, i konsideru njëzë me kalun në FTX. Me desha ka ndodhë me FTX. Po tash, dhe tash, sa është battle tested nuk e di, së të më ka kalun një vjetë e diçka, po dëri sa është eksperienca si deksa o kom kohë mirë. A ka me hu market share, hyperliquidi, nuk e di. Basë edhe ka me hu për shak që për shumë konkurenca ka më rritë. Flighteri, Asteri, është HX më duket një tjetër. Nuk i ku përdojrë me thonë drejtë. Bile para se marë të kështë i këshyrë volumin e deksave. E që ma bitin të rëtët e fundit, ke hyperliquidit të kënë 300 bilion, Lighteri ke 300 bilion, edhe Asteri paka shumë të 300. Po tash, për me kërë sinqert, Lighter pëse trade njerës, është zero fee modalisht edhe për me farmit points për entropin potencial. E gjotë cilave që u bo në hyperliquid, që nuk do me thonë që ka pas në airdrop të arshëm, po ideja që menoj që ka me pas, a ka mja hongër market share CX për një ko, besoj që po. Ka mja hongër, edhe one jam shumë i se qëtash jam bilet të ndërtu një DEX, edhe koncepti DEX, për momentin, bile hyperliquid e ka validate, që është DEX Games. Dhe më thonë, nuk është sex games, edhe e shtini edhe njerin ma vokal në space me push ka DEX. Ku business modele ka edhe biggest shareholder në Binance, si exchange më i madh në botë, është dhe më thonë Cizia. Po të njëjtën kohë, njerëzit, për shembull, që mundën me bo developerat në backdoors,
është kogja scary që nuk mundën me po njerëzit domethënë në front-end. Edhe tash për shembull ndodhi me bile Gerti kur e vata voni video për Hyperliquid, e vata pas një debat kogja shumë, se unë veç e kam një problem që nëse dikush më thot është fully decentralized, apo let it be. Fully decentralized. Mos force me close positions, mos force me bo diçka, po let it operate. Edhe let it contribute in that way. Për që ata edhe i dha boom edhe asterit me hidden pools, edhe hidden position. Po, edhe tash, këtë që kjo është esenca që so po aplikohet decentralizimi për e me në qito platforma. Për me trade, për me pas trading experience e stuff, super. Super, po, eksperienca fantastike. Eksperienca fantastike, po, për tamon, edhe pse kjo është geeky conversation, edhe pse nuk ka vlen na as me diskutu, as me worry about it, po veç o puna që decentralizimin edhe peshfrytëzojmë pak si attraction për masën. Mire ki për pse njerëzit për përdorin. Qëtash, njëtin business model e keme edhe nanë që DEX, që jena të ndërtu qëtash. Dhe më thonë, kanë me konë për mi 60% supply-it, allocated për reward, për usera. Edhe njerëzit kanë marrë me përdor, zero fia, one-sided pools, dhe më thonë, ka me pas mundësi të lipare për marrë ti me maximize your thing. Që më ka bu, më ndryshë pra, se përfoli pak ma shumë për Hyperliquid, më shaq që e kom përdor, zakonisht, jo gjithmonë, po zakonisht, mas airdropit, çmimi i tokenave zakonisht bjem, për shak njerëz free money edhe i marrin lek. Po çka ka interesant, që ky buyback mekanizmi i Hyperliquidit, do të thonë diçka që realisht e ka ndru lojën, edhe i ka force edhe tjertë me shku me qëtë metën e rishë të revenue një. Ideja i përshkon biblen 99% të revenues që kanë e bën buyback. Exactly. Tash, e di që ekipa ka buyback kogja shumë tokena. Po nuk do me thonë që ata nuk kanë mishi, se nuk e dim, nuk kom ide që me ndonë tipi ma Ajo është treasury për incentivizing usage. Po, di që tash ekipa, di tash ka operu mirë. Tash, e decentralizimi, e di që ka zatu me 4 validator, ka shku me 16. Për shembull, incidenti gjellit, që ka i bifi me Binance, ka kaldu që nuk janë fully decentralized. Po, ideja që nuk e di edhe pretendojnë. Po, për shembull, kjo developeri Lighter, emri nuk e di, vish është përmes ZK Proofs, të dosh me bu një layer 2 të vetë. Edhe, bile e pa di rekordin e TPS transaction per second që i ka arrit Lighter. Ideja si pas ti është me marrë qatë sigurim pe layer nishit pe Ethereumit. Tash, edhe, kër ndodhi që me 10-10-in që ajo, se me thonë, eventi që ditëshëm ose s'pëdja shumë që s'po din kërkush qau që ka ndodhë realisht, a pat probleme Lighter pat. Po pat probleme dhe se përnë dhe exchange alë matë me se Lighter. Tash këto edhe konstrukti i pool-av edhe order books lunë shumë rol edhe në price impact për shambull, edhe kër ndodhë një crash ose diçka. Pezojmë nëse shkon GMX për shambull, njerëzit kanë attraction, pezojmë nëse për mi balancu open interest, long edhe short, marrin i incentivizing njerëzit për shambull, edhe nëse është marketi super bullish, njerëzit apet qelin short, edhe bojnë open interest short, se bojnë reward prej poolit ose prej protokollit, edhe njëtën ko mojnë spot. Dhe më thonë, big players e lujnë që t'loj në shumicën e rasteve. Tash, në zjake po Flying Tulip, është të dal një all-in-one DeFi hub, dhe më thonë Perps, Dex, Money Market, all-in-one, edhe po të atë sensin që ti më nëshme kry krejt sanet me nivel. E hop një pozicion, nëse do në me protect your position, ki asete në spot knejna to hold, më nëshme land knejna, edhe më nëshme non-stop me nejtë në position, do më do me nejtë në trade. E që kjo koncepti ta mën që ta DeFi, është sani, ma herët që për mene, është narrativa e vetme që unë menoj që ka sens në krypto, për pos edhe DeFi me RWA combined. Jo RWA veç, po DeFi me RWA combined. Një pej sene që ka përdor njës për RVO, ke që mund në shumë përzor një aset tokenizum më një blockchain qaktu, me përdor si kolateral, shembol për me marrë ho, ose ka sens, edhe kjo ka sens. Nëse blockchaini
nuk ka ma arrit DeFi me pas, me onboard njerës, nuk e di me qka tjetër. Për shumë, stables, më nëjë që janë sen i mirë, po tash, ajo stables, decentralizuar, edhe kjo është, edhe këtë dim që mujmë t'i bu freeze, circle, tetheri, ose Çaj, më në të bëtë të lash, edhe njëtën kohë dhe stables lidhën shumë me DeFi. Apo kupton? Se për shembull gjithçka mund të më shku me edhe emissions, për shembull reward on emission based, edhe gjithçka mund të më lidh me stables. Tash se e kena me gjenin që po mbon në ekstrem presion për me kry, po na kena qa me full, los kam qa të bëj. Na kena qa me full. Okej. Edhe jo, ta më puna, edhe pak edhe po bëjmë wrap up, se po du edhe me prek edhe çto pak. Tash DeFi tokenizing assets, domethënë shumica e njerëzve që kanë kapacitet me inject liquidity, nuk e kuptojnë në space, po besoj, nuk e kuptojnë qysh operon krejt që kësen. Dhe më thonë, qysh operon, nuk ka sens, pse me thonë, po shkojnë pe tokenizoj një tokë, pe blejt tokenizume, për menimit jam është super bullshit. Njëtën sanë më është me shku me bo për mes administrators, për mes qabodi. Tash, qa po ka shumë, apet po mdoget që po dogna shumë i përsërishëm se për përsëritin ekstrem shumë, po jam shumë into data centers dhe compute power. Dhe më thonë, është sene kryesor që i kom sytë në të qëtash dhe po besoj për një 10 vjetë e arshme, më bos biseda o qështu me Tulifar creators. Qa ka bo tash AI dhe robotics, po ta mundësën ty me kriju një koncept real world assets, me tokenizu real world assets. Po qa po tokenizon ti, është veç qatë compute power që ti po bosh, do më thonë, arsyja, pse po ndodhë që. Pezojmë, është një projekt gaib, që tash e kena përmenë edhe podcastin e kalum, ajo është ndërtu në incentive, kitë lerë nishin që e ato e bona. Tash, deri tash i ka po dikon ja 250 milion TVL në vault të gaibit. Qa po gaibi, i merë që ato 250 milion, edhe i lend to data centers. Data centers providing compute power to për shembull te OpenAI, Meta, kur shoh që të trejnu një model AI ose diçka tjetër. Tash çaj AI compute ose çato machine learning që këta janë të i modelu, automatikisht kanë mu konvertu në robotics, right? Avdin se është një farë workflow-i që AI dikun ka mu implementu. Dhe më thonë, edhe nëse jo veç LLM ose agent ose diçka, ka mu konvertu edhe tamon real world physical stuffs. Qashtu bo, pse ta shumë në pomene që ka me konë një big injection i liquiditetit për mes qësoj, është që pezojmë, family funds, ose miliardera që në përbot, diversifikimin e investimeve e bojnë në bos që e kuptojnë dhe që make sense për ta. A vedin, nëse unë shkoj i thëmë dikujna 1 miliarder shash, ja piqe, i thëmë qëre, hajde ti, shtirin $100 milion që to. Super banal shembull. $100 milion që to. Unë e qëtonin 100 milion, i kom njerëzit, operatorët, që kanë demand për ta, edhe mënë me të apti një basic yield, pezojnë për 10%-ve, vjetore për një qëtonin 100 milion. Edhe a i thot, okej, po për çka i përdorin qëta operatorë? Këta operatorë i përdorin për qëta. Ta është njëtën koncepti i qësajna, për shembull çka ka bo gaibi deri shtash, mundet me të kriju ty shumë mundësi për me implementu edhe në sfera tjera. Për shembull, e bëj shumë lafë me sedatin, rental arbitrage, që është Airbnb-a. Pezojmë, one e qeli një vault, i kom 1 milion, 10 milion, pa marrë pas të shka, ti e operator që funksionon me Airbnb-a, dhe në ty të thëmë, që ku i ki paret, që janë kontribute, edhe qa operon për shembull Airbnb-a aj me objekte me senet veta, gjysën e profitit vjen të depositors. A vedin? Edhe mundet me konë shumë connection e mirë për një liquidity injection në 10 vjetë e arshme. Po me këvet, rëvoja është një pej narrativëve që me gjosë ka me pru parët matë mëdoja nëse ka me pas sukses. Edhe me gjosë që ka sens. Po prap, me siguri ka me vjuta një farë scalability i networka. Exactly. Një pej sanët, nështë të fundi që mështë morë me shumë kohë, nështë që ja kështë diskutu është, që akon po, Vitaliku bile i ka bori tweet një 2 projekte, njëja bitërën këtë kodët të Ethereumit, po nuk i dhja është vesh me Ethereum, se për shembull ke quj ke brevis, ke e koncentru me në zero knowledge proofs. Ideja të në vke njëri që mu i ke mi morë komplet blokat, një blok të Ethereumit, me brevise me 64 GPU 50-90 nëse nuk ka boj, edhe ka arrit mi validu 99.6% të blokave. Të më që ke
sipas Justinit, të ke që ajo argjon energji pak a shumë sa një Tesla charger që ka njerëz na për shtëpia në Amerikë. Po. E ideja ke që mund me optimizuar më shumë që dikun me mbri me 16 GPU. Po. E shqyrësan, besoj që kom janë i mu që ti scalability të Edhe shumë besoj. Po me gjosh kam implementu edhe blockchain atje, nuk është Ethi, po tash me se kom për Ethi vesh për... Ja, Ethi është the leader, a vëden, nëse s'lead Ethi kush. Edhe një pesarëv tjera që ka do kështë interesant, së të mos tek njerës, e të skudun pak merë, për shembull ke edhe për wallets. Po. Ata më që është ma mirë mi mojtë, se pëllon, vet, ana për exchange-a. One jam, e kom straight up opinion për këto që a se për shembull nëse nuk tregton, nëse i ki idle se asete, unë gjithë kisha thonë me majtë në për cold storages edhe me pas një tamam një diçka që e din që nuk kanë me t'hup. Apo kupton, çfarë do të thonë me këto, edhe seedat, edhe komplet senet me majtë me një vend që i ki asete që i të i hold. Nëse je të trade, edhe nëse je të e ki aktiv, do më thonë, likviditetin, do të majtë një sasi, me majtë një kombo. Po, qa është këtu se one kur nuk preferoj të kërkush, edhe one pe fillime, do më thonë, këtë asetet, shumicën asetet në kumajtë legjera. Do më thonë, nëse në këm pas njetë me shit, me flip, në NFT ose diçka, ajo ka pas storage në legjer edhe that's it. Po, kur po vjen puna me trade, bro, është po ka shumë friction, me bo transfere edhe me pas për shembull me marrë një execution ma të shpejt a vëdin me kësit. Qa ta merë mene aty për këtë? Apo ju një useri i Ledgerit, qa ku mdru kove të fundit, me sugjerim të shokve prap, ku talu në multisig wallet. Nice. Ideja pse më kallu multisig wallet, se mund është një pesajnës me marë, që Ledgerit këtë dim që është i sigurt. E di që ka pas atë likin, po s'ka të bëj me kur gjë me pajisje. Po. Kum do shumë me diversifiku sajnas, me shku veç me legjera, po ideja kon një për walletër që e përdori personalisht, të kon Keystone, një open source, edhe u kon eksperienca interesant, po pajtoj me ty nëse dënë tash të me trade tankos, o pak ma treke. Po tash me sot DX-ët, po mund është me konektu, me bo sajnë me jep një afat caktum kohor. Po, qaja, që me mund me trade për ta. Exactly. E multisig, kur pe përdor multisigon, a pe signatures, pe ki për shembull different wallets që në tuat. Cold edhe hot në një. Okay, nice, sick. Edhe zakonisht normal që walleti, normal, si ma aplikacion, tash, ajo është qatë sigurisht që i zjedhi njerës. Po ideja nëse do në dikush, për shembull edhe për DAO ose fondet për bashkëta njerëzve, multisig walleti më ka do kësani maj sigur deri qëtash. E di që ka ndodhë hoki, Bybit. Po në kundët ajo konë... Lack of tamam që si ka nejtë gati, bro. Po ata s'ka mujtë thjesht me forë që atone edhe me bo ranë lokalisht. Shanca s'ka. Edhe po ka shumë dyshime, bilet, tash në space, po ka shumë rumors që ka pas diçka shady në atë hack që ka ndodhë. Dhe më thonë nuk u kanë pure hack. Apo kupton, edhe po ka këgja shumë dyshime dhe rumors që janë të bile pe japi kështu se e di si informat inside. Qëtash ka pas me investu $10 miliard në fund, Bybit, edhe e kanë freeze që nja 2 mujën të umerë me që qashe shkaku e investigimet që pëndodh për qatë hack që ka ndodh me Bybit. Që nuk u kanë pure, do më thonë, fail of multisig ose najfar lacking ose diçka, po ka pasë diçka dorë edhe ekip. E branchme. është ka dyshohet në ekstrem shumë. Po të njëjtën kohë, pse mus po ma validon 100%, është shkaku që nuk i kanë freeze withdraws Bybiti kur ndodhi qaja. Edhe pse ka pas shumë demand me pas withdraw. Do më thonë, veç shkaku që sa s'po ma validon 100% që ka mujt me pas diçka inside job në ekip, po ka mujt me pas lacking diçka, po apet ka dyshime shumë të noja. Ke interesant, se fillim nuk u dike fakt pika ka ordhë. Exactly. Qa për ndodhë. Pak e freshme shumë më hak një smart control si save. Po. Po ne edhim që ka mas shumë të asete, nështë ta pikej tjera. Pikej tjera, dhe ta shishkonë, si me thonë nështë ta i kështë shkund besimin, më stënë kështë kuptimin. 100%. Nështë ta përja, që kështë pas tepër problem njës me besu ma se në DeFi nëse i shok që smart contrata ma modhe që eksistan. A ma në që pa ndodhë me FTX-in edhe Luna dhe Celsiusin, do më thonë, në kohën kur panika, jo që kanë lek diçka në tek, se e pa ta studiu në ekstrem shumë,
nuk është që kanë lek diçka në për books, për shembull loan books ose order books ose diçka, mas shumë të që e ka kriju që kresh u kompanika që unë gjallë në për citi, a vden. Edhe që aty kur s'mënesh me kontrollu panikën, kur ki ndor, është problem. Edhe qysh e kanë kontrollu këta panikën, Ben kranë e sopi. edhe që e kanë kontrollu këta panikën by freezing withdrawals. Që u konë edhe një veç si mi gju benzin zemë, halja ma shumë. E që ato e kanë pas dorë, që ato kanë thonë, hajde të po. Njëtin sa në minut si Zia, me abo bejnit bajbitit. Zia e mon men, për ndodhi heko edhe tha, si Zia, unë e kësha preferu me freeze withdrawals. Oke, ka tosh paka shumë me klu një panik halja ma të modhe për bajbitin, se kanë kompetitor, po mu bëlqaj edhe këtë bejnit kur tha, no, we're good, edhe we cooking. Po, realisht, mirë ka dalë bajbiti, nuk o që... Ja, shumë mirë, bile PR side, do konë... Bile edhe, në që 10 që ndodhi që kërë ramja, bajbiti ke një për exchange-av, spoko, për ceksav... Që kanë funksionu mas mirë. Mas mirë, po, ke interesant. Që s'ka pas asë Wix, që ka pas miksirat që kanë likuidu njës, ta kënë koqa ma mirë, që ke interesant kështu. Shumë stabilin konë, edhe që kanë lek shumë eksina. Shërem, shumë falenderë që kesë. Falenderë juve që këni thirë, nështë pak i miksum temat, po është hera por një që këna i podcast, pak stresu se fillim Amo që kjo është e mira e podcastit se nuk është teme caktume, freestyle, tamon eksperienca, exactly qa kena po, qa kena një. Nështë nëjse kena arru diçka, po, gjithë falenderë shumë në që këni thirë. One po presë edhe në sezonën ashme me të pas apet, edhe me pas halja ma shumë biseda, edhe të këshyrim që po rrjedh që kjo scalability, edhe e lerë nisha, lerë dysha, po edhe një të kohë qëfar additional support për bina dhe lerë treshat dhe konceptet e tyna. Shumë falenderit për teje, falenderit për ketëve që e keni njëk dhere në këtë kopë, nashta e kena zgot pak me Gjigjin, i ka me i thotë, po nashta na bëna. Falenderit shumë kretëve, Gjigjis, shimë episod tjetër.